Kur flas për vetëm tham unë. Tani, këtu është vetëm një bashkëtingëllore. Dëgjoni mirë, germanë. E para është zanore u, e mesmja unë në dhe e-ja unë fund, apo? Unë, nëse e lexojmë nga e majta në të djathtë, unë, nëse lexojmë nga e djathta, në të majtë është ënu. Tani, ata të cilët kanë njohurin lidhje me gjuhën arabe, ose e njohin gjuhën origjinale tekstin e Kuranit, me përkthyket unë është ene. Dhe më thonë është elif, nëja është mes, përsëri është një elif, i cilin nuk lexohet, ene. Dhe më thonë, nëja qenë kanë mes të shqipja, nëja qenë kanë mes të gjuha e lokucionit abrahamik të Kuranit, se më e keni kuptu Kuranit nuk ka zbrit në gjuhën arabisht falsve, se kërkush nuk ka folë arabisht në shekullin e 6 dhe 7. Këtë që e flasin sot. Dhe shkojmë të ajo që është gjuha hebreje. Edhe në gjuhën hebreje e kemi ani, vetëm germanë. Ani. Ani. Una. Una. Ana. Ana. Në lidhje me germanë, unë ju kom folë se germanë është shumë e fortë. Po nuk është e fortë dhe nuk e dekodon asnjë gjuhë tjetër përveç se shqipës. Për shembull, një sure në Kur'an, Suratul Qalam, është me numër 68, Suratul Qalam. Dhe minera te e keni në lexohet nun. Është një gerë, lexohet nun, me zanorën mes u.